Shko, do ta nis me diçka më madhore për të ardhur te proceset se më the për referendumin, por më kujtua diçka. Platoni Alba thoshte që kur shteti ndryshon ligjet për pushtetarët dhe jo për qytetarët, atëherë është drejtërënies. Dhe ne sot kemi Partinë Socialiste e cila po kërkon që t'i bëj dhe vetë kryeministrin Edi Rama, i cili po kërkon që t'i bëj ministrat, zëvendës kryeministrin, presidentit, më të barabartë se të barabartët që nënkupton ligji. Kështu që në këtë kontekst, këtu është ngërçi real që ka vetë sot Partia Socialiste. Për sa i përket më pas proceseve demokratike brenda partive, ne duhet të jemi koshient dhe nuk mund të gënjejmë qytetarët, nuk ka shumë demokraci brenda partive politike. Tashmë, unë ja u them me bindje të plot, për sa i përket edhe faktit Parti Socialiste, sot është vetëm Edi Rama, nuk ka Parti Socialiste. Pra, në gjitha këto emërime apo shkarkime që bëri zoti Rama, ne nuk pam se nëse do të kishte institucione demokratike, do të kishte një analizë. Pse po emërohet zoti Balla, pse po shkarkohet zonja Spiro Pali, pse po vendoset Blendi Klosi mbi ç'baza. Pra kjo është ai demokratizimi që ne kërkojmë, pra analiza brenda partive. Kështu që nuk ekziston. Edhe tek Partia Demokratike është po e njëjta situatë. Pavarësisht emrave, Alba, se nuk përbëjnë shumë rëndësi emrat kush kandidon, por ka të bëjë me parimin. Këta individ të cilët kur Partia Demokratike në 2021 u nda midis parimeve që zoti Basha përfaqësonte dhe e bërtiste në çdo moment kur dilte Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe drejtësinë, secili prej këtyre aktorëve zgjodhi të përfaqësonte zotin Berisha dhe jo të përfaqësonte parimet që mund ta bëni Partinë Demokratike më të shëndetshme dhe më të fortë. Kështu që është një absurditet politik tashmë kur ti shkon dhe pranon në rregullat dhe që s'ka rregulla fare, po për interesa personale dhe pragmatizme, për të ecur politikisht, ti zgjedh të shkosh në një garë që është e përcaktuar nga zoti Berisha dhe një fundi i cili është i përcaktuar në deduksionin politik, atëherë ti nuk mund të kërkosh dot rregulla loje, sepse vetë zoti Berisha e ka përcaktuar se kush do të jetë dhe se si do të drejtohet Partia Demokratike deri në momentin që ai e ka kthyer. Pra, ndër të tjera, filozofët dhe sociologu francez Tocqueville thoshte institucionet demokratike dobësohen kur identifikohen me individin apo me njëshin. Qoftë Partia Socialiste sot identifikohet me Edi Ramën, qoftë Partia Demokratike sot identifikohet me Sali Berishën. Të tjerat, Alba, janë, do të thoja, sensacione mediatike, por nuk prodhohet politik. Dhe në këtë kontekst, kjo situatë dhe kjo panoram djen të vetmi problem real që është institucioni i drejtësisë. Kështu që për demokratizim brenda partive nuk mund të aspiroj për sa kohë nuk respektohet asnjë rregull dhe asnjë metodologji për të arritur dhe meritokraci për të arritur te suksesi. Pra zoti Rama e zgjedh këdo vet, pavarësisht se kush aty dhe çfarë rezultatesh kanë marrë X deputet, dhe zoti Berisha nuk respektoi as primaret, nuk ka mbajtur asnjë premtim dhe tani do të ishte fëminore prej meje që duke ditur historikun politik të secilit prej këtyre aktorëve, të thoja jo, këta duhet të mbajnë premtimet. Por ata nuk i kanë mbajtur, historia thjesht përsëritet, nuk ndryshon. E qartë. Sa janë gjasa që të krijohen në një kohë që shkojmë drejt procesit apo datës konkrete të procesit zgjedhor në PD, të krijohen dhe fronte të tjera apo fraksione të tjera në kampin demokrat. Apo është në kuvitet pamundurës, kur shohim që sapo zoti Saliani nisi lëvizjen e tij, menjëherë filloi reagimi kundër përgjigjesh, shigjetimi. Ti nuk mund marrësh pjesë, besoj unë, në një garë që është e përcaktuar. Ose do t'ysh aty thjesht për makjazh, por besoj që një njeri që e aspiron vetëm për politikan dhe mendon që mund të ketë kredenciale në opinionin publik, do duhet ta respektojë më shumë veten. Dhe kjo është ajo se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Nëse kërkojnë të jenë thjesht një fraksion dhe nëse kërkojnë që të artikulojnë që fajin Partinë Demokratike nuk e ka Sali Berisha, por e ka zoti Flamur Noka, atëherë mua nuk më duket e rëndësishme dhe nuk më duket serioze ta diskutoj këtë gjë, sepse siç ja u thash për Partinë Socialiste dhe për Tauland Ballën, që njeriu duhet di ku e ka vendin e vet në jetë,
dhe mua Flamur Noka brenda Partisë Demokratike më duket njeriu më i sinqert në atë parti, për shkak se e di mjaft mirë funksionin që ka. Dhe besnikëria për mua është një virtyt që çmohet dhe në këtë kontekst do duhet të jenë më të qartë. Pra, nuk mund të presim të bëhemi sensacion mediatik dhe të artikulohemi mediatikisht kur nuk kemi akoma një fibër politike për të diskutuar. Kështu që kjo është panorama sot dhe ne nuk mund të presim dot, sepse zoti Berisha brenda ditës mund të shpalli dhe hero politik apo të burgosur politik dhe brenda ditës mund të shpalli dhe tradhtar politik. Pra, në Partinë Demokratike, duke qenë se janë shkelur çdo lloj parimi i mundshëm, duke qenë se secili prej tyre ka lëvizur për pragmatizëm politik dhe ka parë shumë të rëndësishme faktin për të mbajtur postin e deputetit, sot askush prej tyre nuk ka kartën morale për t'i kërkuar dhe për të kërkuar një moral politik brenda asaj partie. Kështu që me Partinë Demokratike dielli dhe lind ëna vetëm me deklaratat e zotit Berisha. Do më japësh një emër që mund të jetë në garë fiktive përballë zotit Berisha, se e kemi parë këtë proces për shembull në Partinë e Lirisë kur kishte zgjedhje për presidentin e saj, kur ndrua dhe emrin nga Partia Socialiste për integrim në Partia e Lirisë, dhe një emër që mund të ketë edhe guximin edhe një lloj marrëveshje nëse flasim për një situatë të tillë që mund të jetë përballë zotit Berisha, apo mund të ketë vërtet një garë të hapur dhe dikë që mund të ketë një vetbesim të një niveli të lartë që mund të dalë përballë zotit Berisha. Unë nuk pi as kafe turke, se nuk e fallë se kush mundet të kandidojë dhe kush mund pranoj që